Agron Kuqi, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të komunës së Junikut, ka prezantuar pikat kyçe të programit të tij për qeverisje lokale në prag të zgjedhjeve të 12 tetorit. Ai premton të rikthejë Junikun në duart e sigurta duke sjellë ndryshimin që qyteti meriton. Kuqi përqendrohet në 4 shtylla kryesore: ekonominë rurale dhe agroturizmin, turizmin në trashëgimi kulturore dhe historike, infrastrukturën dhe mjedisin, si dhe menaxhim dhe partneritet vendor dhe ndërkombëtar. Si plan parsor përfshihet ndërtimi i kompleksit Morenica Ereniku me të gjitha hapësirat për biznes, po ashtu ambientet rekreative dhe argëtuese, sportive që përfshin kompleksin Erenis me pishina, fusha sportive, palestër dhe turizmin veror dhe dimror në bjeshkët e Gjeravicës, si dhe trashëgimin kulturore dhe historike. Pjesë e programit është edhe ndërtimi i sheshit në qendër të Junikut me arkitekturë sa moderne aq edhe autoktone dhe subvencionimi me grande për bizneset e vogla dhe të mesme. Sipas tij, fitoria e AAK-s nënkupton një Junik më të fortë, më të pastër dhe më të bukur. Agron Kuqi fton banorët e këtij qyteti të votojnë numrin 174 nga AAK për ta bërë ndryshimin së bashku.